Të nderuar bashkombas, jemi tek Vorri, tek vendi i shenjtë i Mara Kastriotit, motrës të madhit Qerç Kastrioti. Jene tek ishulli i manastirit Kom. Dashur vëllezër, janë emocione të shumta që jam duke pa një vend kaq të shenjtë. Stefan Gjurazi Crnojević. Sotina nego. Të dashur vëllezër dhe motra, jam emocionuar në vendin e ishullit Kom tek liçeni i Shkodrës, ku gjaku i familjes të Kastriotëve, Mara Kastrioti, ndroi jetë me burrin e saj, i cili mori pjesë në kuvendin e Lezhës me 1444-shin, Stefan Gjurazi Crnojević, babai i Ivan Beg Crnojevićit apo Gjuraziut, i cili e formoi Cetinën. Kjo ishte një emocione të mëdha tek ishulli ky manastir. Dhe të gjithë shqiptarëve ju sugjeroj të vinë me e pa Vorrin e Mara Kastriotit, e cila ndroi jetë po këtu.